një këshill për ata që debatojnë rreth rekateve, jo 8, jo 20, debatuesit. Debat, apo edhe të dietarët e batë vjetër, edhe do qetë debati, do të vazhdojë pas transmetimeve, kush si e kupton këtë, se teravijet Resulullahi i ka falë 8 rekate. Me gjithë vetë 11 rekate, si mas transmetimeve të Aishës radiallahu anha. Omeri radiallahu anhu, kur ka qenë khalife, kur i ka falë 20 rekate, ka thonë, nuk ka keshko, ni'metil bid'a hadhi, nuk ka keshko pëse falim 20 rekate. E tash, edhe veprën e sahabave na e marim parasysh. Mirë po kjo është, në funit është nafile, është vullnetar. Kjo nuk qështë shumë pesh. Ne nuk duhet me bon debat për sasien e rekateve, po duhet me bon debat për cilësien e rekateve. Se Omeri radiallahu anhu i kanë falë 20 rekate, po i kanë falë pak ma shkurt. Këto i kanë falë 8 rekate, i kanë falë pak ma gjatë. Koha ka qenë e ne. A ne edhe i falim 20 rekate, edhe ato i falim shumë shkurt. A pa i cili i falë 8 rekate, i falë shumë shkurt. Pa i cili i falë 8 rekate, le të rrije me imamin, se thot Muhamedi a.s. kush e fillon namazin me imamin, edhe rrit deri në fund, deri sa të krijet namazi. Thot i shkruhet ati se dukur me u pas falë gjithë natën. Pra ma mira është me nejt deri sa namazi, falën 20 rekate, rrit deri në fund, e falë namazin e teravive deri në fund, se të shkruhet se vapi si me u pas falë tër natën. Ne duhet me bo, apetet debati duhet cilësia se tjetë, jo sasia. Pëlqej kjo hadithi shumë, dhe me thonë, kush e falë namazin e teraviz deri në fund, a pa ma përësi që a shkurt imami a gjata e banë teravin, shpërblimin e ke, sigur mu falë deri në sabah. Deri në sabah. Alhamdulillah. Hoxhë, pa të shimë që ditën e të gjykimit, falë si teraviz ka me ardhë me shumë shpërblimin, dhe me thonë edhe kjo është Shpërblima sukur që ka ardhë në disa transmitime se... është ma mirë që ajë që se ka falë, apo? Ma mirë që ajë që se ka falë, shkurtë. Kjo është, ma mirë që ajë që se ka falë.